Kryeministri Edi Rama mbrojti qëndrimin se pezullimi numri 2 të qeverisë Belinda Balluku nga gjykata e posaçme ishte në cënim të pavarësisë dhe marrje kompetencave të pushtetit ekzekutiv në reagimin e parë pasi gjykata kushtetuese mori çështjen për shqyrtim të plotë. Kreu i qeverisë në një reagim në rrjetet sociale sfidon opozitën pas akuzave që kjo e fundit i bën për presion ndaj kushtetueses. Fjalët e shumta janë fukarallëk. Gjeni një rast të dytë në botë ku një prokuror dhe një gjykatës për më tepër edhe i shkallës së parë fare pezullojnë nga detyra një antar qeverie. Se të më thoni që kjo qenë normale, pa çka se s'është parë kurrë askund në botën demokratike, është njësoj si të më thoni se drejtësia qenë normale vetëm në Shqipëri. Kryeministri thekson se është dhe do të jetë mbështetësi i paepër i reformës dhe pavarësisë së drejtësisë, por Asim Balluku e cilëson si një risi botërore, duke krahasuar drejtësinë e re me një fëmijë. Këtë risi botërore të drejtësisë son të re, unë nuk e quaj dot asgjë tjetër përveç se një nga ato rrëzimet e fëmijës kur sapo ka mësuar të eci, me ndryshimin që kur fëmia i vërtet rrëzohet, lëndon vetëm vetveten, ndërsa kur drejtësia rrshet, kështu si këtë herë, cënon parimet kushtetuese, prish balancën mes pushteteve të pavarura dhe ndërhyn brutalisht në procesin qeverisës. Për kryeministrin, qëllimi i lartë i luftës kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e asnjë mjeti të gabuar, pasi e kthen kurën në një më të keqe se sa vetë sëmundja. Qëllimi i lartë i luftës kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e asnjë mjeti të gabuar dhe historia e vendeve që kanë kaluar më parë nga kjo rrugë e domosdoshme na mëson se justifikimi i mjeteve të gabuara për hir të qëllimit madhor e kthen kurën me mjete të tilla në një të keqe edhe më të madhe se sa vetë sëmundja që thuhet se këto mjete po kurojnë. Ky mosim nuk duhet harruar kurrësi nga askush. Kolegji me 3 gjyqtar të gjykatës kushtetuese që shqyrtoi padinë e kryeministrit për pezullimin e numrit 2 të qeverisë nuk arriti vendim unanim. Për këtë arsye, çështja i kalon tani trupës së plotë të gjykatave kushtetuese. Në ankimin e tij, kryeministri kërkon shfuqizimin e masës së pezullimit dhe zgjidhjen e mosmarrveshjes së kompetencës së krijuar. Ai argumenton se vendimi i GKK-s ka ndërhyrë në veprimtarinë funksionale të Këshillit të Ministrave dhe në kompetencën kushtetuese të kryeministrit për të propozuar emërimin dhe shkarkimin e ministrave.